Në Gjakov, protestuesit nuk lejuan vizitën e një grupi pjesërisht të komunitetit serb në kishën ortodokse të këtij qyteti me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Dyert e kishës ishin bllokuar nga pjesëtarë të shoqatave të familjarëve të personave të zhdukur nga kjo komunë dhe organizata të tjera që po kundërshtonin paralajmërimet se atje mund të shkojë edhe ministri serb Aleksandar Vulin, të cilit nuk i është dhënë leje nga autoritetet e Prishtinës për të vizituar këtë qytet. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Grupe e qytetarësh të Gjakovës nuk lejuan sot disa dhjetëra qytetarë nga Serbia të vizitojnë kishën ortodokse në këtë qytet me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Protestat me cilat u pamundësua kjo vizitë filluan pas paralajmërimeve se në këtë qytet mund të qëndrojë ministri serb i ngarkuar me Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Përfaqësues të shoqatave të familjarëve të personave të zhdukur, por edhe të pushtetit lokal, thanë se vizita e tij është e papranueshme duke pasur parasysh se Beogradi nuk ka kërkuar falje për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë dhe rrjedhimisht edhe në Gjakov, që ishte një nga komunat më të goditura gjatë luftës. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ndërkohë njoftoi se i ka ndaluar ministrit serb vizitën në Gjakov. Në një komunikat për opinion të kësaj ministrie thotë se ministri i Brendshëm Bajram Rexhepi, që me datën 3 janar kishte refuzuar vizitën e ministrit serb në Gjakov, atij sikundër edhe zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić u dhënë leje të qëndrojnë nesër në Graçanica afër Prishtinës për të bërë pjesë e kremtimeve në manastirin mesitar të saj. Udhëheqësit politike e fetar të Serbisë kanë përgëzuar besimtarët serb në Kosovë duke përsëritur qëndrimit të tyre kundër pavarësisë së Kosovës. Kreu i kishës ortodokse serbe Patriarku Irinej tha se Kosova është vend i vështirë për mbijetesë, sepse sipas tij në Kosovë mbretëron padrejtësia, dhuna dhe trazirat. Decenijama i vekovima otimaju tu pokrajinu istorijsku staru. Me 10 vjeçar dhe me shekuj po na rrëmbejnë në të krahin Serbinë e vjetër historike nga prerjen, tha ai në një mesazh krishtlindjesh duke bërë thirrje qytetarëve serb në Kosovë të qëndrojnë dhe të mbijetojnë me mbështetjen e Serbisë. Ndërsa udhëheqësit politikë të Kosovës i përgëzuan besimtarët ortodoks duke bërë thirrje për paqe, tolerancë dhe integrim të tyre në jetën politike shoqërore të Kosovës. Në urimet e tyre ata thanë se institucionet e vendit janë të përkushtuara për të krijuar një midis të qëndrueshëm e paqësor në mënyrë që të gjithë qytetarët pa dallim etnie e besimi të ndihen të sigurt për të ardhmen e vet dhe fëmijëve të tyre. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.